për çdo shqiptar që i thot vetes shqiptar, që e don këtë vend, një thirrje duhet të zgjojë ndërgjegjën e tij. Të bëjmë atë që kanë bërë kombet e shtypura kundër diktaturave në gjitha kohrat. Të ngrihem. Të ngrihem edhe ka vetëm një rrugë. Qendresa jonë, protesta jonë, asnjë rrugë tjetër, ja u them unë ju. Kemi çdo fakt, çdo dhënë, çdo të vërtetë në këtë që themi. Atëherë është në detyrimin ton madhor këtë situatë dramatike ta shqyrtojmë, ta analizojmë dhe të vendosim t'i përgjigjemi. Në qoftë se si përgjigjemi ne, askush si përgjigjet më. Ju jeni vetë. Shqiptarët nga ne presin përgjigje. Shqiptarët mund ta hidhin në lanë. Ikti zvleni. Nuk e bën këtë. Me gjithë 4500 ngjarje aktivitete të organizuara, me gjithë arrestimet dhe dhunën, me gjithë 100 euro për çdo pensionist, me gjithë armatën e zezë të patronazhistëve, me gjithë 28.000 hektar drogë, me gjithë 220 milion euro subvencione në bujqësi, me gjitha këto e këto, shqiptarët prapë qëndruar, aq sa qëndruar.